zakonisht. Po, personat të cilët ne mjekojmë për ditë dhe i hasim për ditë, gabime mund të thoja, ose më shumë mungesë vëmendje, ose më shumë mënyra se si ne i mendojmë gjërat, ose mendimet, mentalitetet që mund të kemi. Së pari, më vënojmë diagnozën, kjo mund të vënohet në mënyrë të pavetdijshme, po dhe të vetdijshme, sidomos ke nënat për fëmijët e vegjël. Pra mund ta vizitojnë fëmin edhe mjeku alergolog mund të dyshojë që ky fëmijë mund të ketë paraqitje të shqetësimeve të azmës apo mund të bëjë azmë më vonë, sapo dëgjojnë këtë emër ato shmangin vizitat e mëtejshme, mjekimet e mëtejshme nga mjeku alergolog, sepse në fillimet e saj azma bronkiale bën dhe një përmirësim spontan. Përmirësim spontan do të thotë pa medikamente, pa ndërhyrje mjekësore, pasi vetë krizat e azmës fillimisht përmirësohen dhe vetë-vetiu, pa përdor Ventolin dhe medikamente tjera, ose përmirësohen edhe duke përdor medikamente si antibiotik, kur janë të shoqëruar me infeksione virale, edhe vetë organizmi merr masat dhe i përmirëson, edhe ato thonë që unë e kaloj, fëmia ime kaloi kur përdori antibiotik dhe këto mjekime, kështu që s'ka pse të vazhdoj ose të vazhdoj trajtimin tek mjeku alergolog dhe s'kam pse ta mjekoj për azmën bronkiale. Pra kjo është një mos trajtim apo mos ndjekje në mënyrë të nga frika, nga për diagnozën. Ka raste kur mjekimi ndërpritet, pasi shqetësimet zhduken. Pra siç thash, shqetësimet janë shumë të ndjeshme, si shqetësimet alergjike janë merësisht të ndjeshme ndaj mjekimit specifik, edhe menjëherë përmirësohen shumë shpejt, por ama ato do vazhdojnë prapë në qoftë se mjekimi ndërpritet. Me njëherë me marrjen e këtij efekti shumë pozitiv, prindit ndërpresin mjekimin, nuk e vazhdojnë dhe me njëherë pas 5 ditës apo 10 ditës rivendoset e njëjta gjë. Pasi mjekimi që japim ne, sidomos në azmën bronkiale, nuk është mjekim vetëm për të hequr shqetësimet me njëherë, por është mjekim për të mjekuar sëmundjen, për profilaktik. Pra që ti mjekimi të vazhdojë aq gjatë sa mjeku gjykon, sa mjeku, edhe ky gjykim nuk do bëhet vetëm nga ana teorike që mjeku ka, por do bëhet edhe nga ana praktike duke monitoruar dhe duke ndjekur vazhdimisht fëmijën. Dhe ky mjekim do vazhdojë edhe kur fëmia ose i rrituri nuk ka simptoma. Pra është kura profilaktike. Pasi simptomat që ne shikojmë, që ndjejmë tek fëmijët apo te vetja jonë, kur kemi alergji apo azëm, që ne i ndjejmë dhe i shprehim siç është shkolla, marrja frymës, frymëmarrja veshkëlluese, pamundësia për të mbushur mirë me ajër, janë vetëm maja e icebergut. Atëherë kur problematika që është brenda inflamacioni apo pezëmatimi që zhvillohet në rrugët bronkiale, është ajo pjesa e poshtë asaj që duket, është pjesa më e madhe, është pikërisht vazhdimi i mjekimit është për të ulur inflamacionin. Për të ulur këtë problematikën më të madhe që nuk shikohet me sy, por që është aty. Është sikur të mbulojmë një zjarr, ta mbulojmë me hi, dhe ai mos të duket. Dhe i njëjta gjë ndodh edhe kur ne ndërpresim mjekimin, kur hikin shqetësimet. Përmirësohet kolla, sepse kolla është simptoma më shpeshtë e azmave tek fëmijët apo tek të rriturit në vendin tonë, krahasim me marrjen e frymës. Dhe përmirësohet kolla dhe ndërpritet mjekimi. Ndërkohë aty inflamacioni nuk është përmirësuar, sëmundja nuk është kuruar dhe vazhdon mas disa ditëve, mas disa javëve, mjafton një faktor i lehtë, një ndryshim i temperaturës së ajrit apo një kontakt me ndotësit të ndryshëm të ajrit, apo një sforcim fizik, pra ka shumë faktor që shpërthejnë përsëri të njëjtën gjë dhe fillojnë shfaqen përsëri krizat e kollës apo të marrjes frymës dhe fëmia fillon të ketë përsëri shqetësime. Pra ndërprerja e mjekimit sapo shqetësimet kalojnë, mos monitorimi apo ndjekja tek mjeku specialist dhe shumë faktorë të tjerë.